është një nga takimet që ne bëjmë vazhdimisht, diskutojmë i çështje të ndryshme sociale, ekonomike të vendit. Pra është një vizitë më tepër kurtezie, por do të diskutojmë shumë gjëra sot, sepse në qytetin tonë janë të ndodhur gjëra që ne na vrasin shumë. Atë Aleksandër, shumë faleminderit për mikpritjen, edhe për herë kur vim në Kishën Ortodokse, vim në shtëpinë tonë, edhe vim tek vëllezërit tanë, me të cilët bashkarisht ndajmë çdo të mirë dhe të keqe në këtë tokë ku Zoti na ka krijuar dhe na ka bërë me kanë vëllezën edhe me shiju këtë njësi. Ne patjetër që sikurse theksoi edhe atë Aleksandri, ka çështje të ndryshme që i debatojmë dhe i diskutojmë her pas here, edhe me atë Nikollën, por jo vetëm. Ditët e fundit, apo vitet e fundit, apo thuj dekadat e fundit, që unë t'jem korrekt me ju edhe me kretë ata që na ndjekin, ne bashkarisht kemi një problem shumë të madh, të cilin me habi të madhe e ndjekim se si zhvillohet dhe se si institucionet e vendit tonë çuditërisht dhe paradoksalisht nuk japin zgjedhje, dhe që është zaptimi i një prone, që është prone për bashkët e dy komuniteteve tona, por jo vetëm, e familjes Laçe e tjerë. Një tematik që ju të gjithë e dini, çështja e vakëfit edhe pronës së kishës tek Hotel Rozafa, ku kohëve të fundit është lajmëruar ndërtimi i një godine ndryshe nga gjitha ndërtimet në qytetin e Shkodrës, dhe që ne nuk kemi dieni për këtë. Dhe si është e mujtën që prona legjitime e dikujt, në rastin konkret e dy komuniteteve më të mëdha në Republikë, nuk i kthehet të zotëve e njëkohësisht i certifikohet dikujt tjetër që të ndërtojë një ndërtesë çado qoftë ajo. Kjo është paradoksale, është e çuditshme, është e papranueshme. Dhe ne kemi ngrit zanin dhe vazhdojmë ta bëjmë një gjatë të tillë dhe punojmë dhe jemi të angazhuar, qoftë komuniteti musliman i Shqipërisë, pra Tirana, qoftë ne këtu në Shkodër, me gjyqje të ndryshme, me takime të ndryshme, me shkresa të ndryshme, për të marrë dhe për të arritur tek haku i jon. Dhe asgjë më tepër. Kemi fituar me gjykatë përshtatuse. Kemi fituar gjyqje, i kemi të gjitha çështjet në rrugën e marrë, edhe paradoksalisht jemi në këtë realitet që ju jeni të gjithë dëshmitarë. Ajo që mu me vjen keq mi të gjitha, është fakti se element të caktuar të këtij qyteti e keq përdorin këtë situatë për të mbjedhur urrëtie ndërfetare, për të mbjedhur çfarë nuk duhet, për të mbjedhur atë që ma të mëdhenjtë tonë kanë punuar me vite, me dekada, për ta larguar komunitetin, bashkësinë e Shkodrës nga ato fenomene, e sot na rikthehen për diçka që është e papranueshme. Ne thrasim drejt respektimit të pronës, dhe thrasim drejt standardeve qytetëruse, e pa u kthy prona tek Zoti nuk ka standarde qytetëruse. Ngelimi në mesjet, edhe ngelimi në klas. Propagandat të tjera janë propaganda boshe, edhe nihiliste, edhe që nuk i duan të mirën e vendit. Ne jemi dikun tjetër, edhe e keqja është dikun tjetër. Rrugët tona janë të ndame, e ne punojmë me sa kemi mundësi dhe nuk tërhiqemi për asnjë çast dhe për asnjë moment dhe për asnjë arsye në botë nga përpjekja për të arritur të drejtën tonë. Ne jemi në pozitën e atij që lufton, po them, me atë që ka në dorë dhe që i ka instrumentet e duhura për të bërë çfarë nuk ka bërë deri më sot brenda kuadrit ligjor të këtij vendi. Edhe ne po konsultohemi të gjithë kuadrin e drejtuesve tanë, imamëve, këshilltarëve, për të ndërmarrë hapat e duhur në kohën edhe në vendin e duhur. Ajo çfarë e shohim të vizatuar në letra tashmë me rrethimin e ri të vakëfit, është një rigrabitje e pronës tonë,
meqense se ne jemi në atmosferën 35 vjetorit të rihapjes së kishave dhe xhamive, është shembulli më i keq dhe shembulli më i neveritshëm se si shteti në vend që të respektojë komunitetet fetare dhe të mbyll një herë për gjithmonë problemin e madh të pronave, lejon që të rigrabitet prona komunitetet fetare, edhe unë them 1 milimetër qoftë ai në fshatin më të largët, a në zemër të Shkodrës është barabar, është njësoj. Sot për fatin tonë të mirë atë keq, nuk e di, në zemër të Shkodrës po ndodh një grabitje flagrante e një vakëfi dhe një prone të kishës, që ne e kemi kurajon për ta ngritë zanin dhe për të bërë atë çfarë duhet për të mbrojtur të drejtën tonë. Imagjinoni, jemi 35 vite pas ramjes në pamje të parë të perdës së hekur të komunizmit dhe shikoni se çfarë flasim ne sot në këtë konferencë, në këtë vend të besimit e të adhurimit. Kemi 30 e sa vite që jemi në gjyq për të përfituar pronën tonë. Së fundmi, ka rreth 7-8 vite, 10 vite, që gjykata kushtetuese mori vendimin që ajo pronë i takon pronarëve të tokës dhe VKM-ja e nxjerrur në atë kohë, pra, ka dalë ashtë antikonstituse. Duke dalë antikonstituse, bjen çdo gjë, bjen poshtë çfarë do lloj gjyqi që mund të kenë bërë, mund të kenë fituar, mund të mos kenë fituar. Pra, po jemi lodhat shumë. Sa tani na ka ardhur, si thonë edhe në majtë hunsë, edhe jemi të detyruar dhe si sta dhe me ftia, ndoshta edhe duke na marrë në përgoj, ndoshta edhe duke na hyrë apo duke na sharë, megjithatë s'ka gjë, është prona e Zotit. Unë e di diçka. Unë di vetëm diçka që në ligjet e aty ku do na me hina në Bashkimin Evropian, 3 ligjet e para janë liria, feja edhe prona. Liria, feja dhe prona. Këto dyja po shkelin me këmbë, pra. Feja edhe prona po shkelin me këmbë, edhe po gabiten nga njerëz që ne nuk i njohim fare se kush janë. Gjykata kushtetuese e kemi të gjitha letrat, kur të doni një ditë tjetër ju thaç. Një ditë tjetër ju e vëm në dispozicion. Në kohën e muajit Shaban i than muajit Ramazan që vjen më pas, pse nuk vjen në Shaban, tha çdo gjë në kohën e vet është e bukur edhe e duhur. Ka më shumë se protesta, por çdo gjë në kohën e vet, edhe brenda kuadrit ligjor. Edhe don Zoti nuk arrim aty ku nuk duhet të arrim, brenda kuadrit ligjor, që mos të keq interpretohen fjalët tona, por komuniteti musliman është komuniteti më i madh fetar në vend, edhe vetëm shpërndarja gjeografike e xhamive tona dhe komunitetit ton është e tillë që na bën që kur të flasim, të jemi shumë të përgjegjshëm për çfarë flasim, por edhe ata që mendojnë të shkelin të drejtat edhe hakun ton, të mendohen shumë mirë përpara se ta bëjnë një gjë të tillë. Zoti ju rujtë edhe ju bekoftë, ju dhe Shkodrën. Ju faleminderit.